Enok është pasardhësi drejt për drejt i Adamit dhe Evës, djali i Xharedit, i parëlinduri i Mahalalelit, dhe jam misteri i parë që rrethon jetëgjatësinë e tij, pasi në moshën 75 vjeç ai lindi Metuselahun, babain e Lamek, dhe djalit të cilit nuk do të ishte askush tjetër përveç se Noes famshëm, Noes legjendar. Është e lehtë ta hamendësohet se kjo është një gjenealogji e patriarkëve që daton që nga epoka para përmbytjes botës. Në kronologjinë biblike, Enok është djali i Jaredit, një patriark shumë i nderuar nga mormonët e ditëve të sotme dhe gjithashtu në Islam, i cili në moshën 162 vjeç lindi Enokun enigmatik, mund ta përdorim këtë fjalë, i cili jetoi në tokë deri në vitin 365 kur Zoti e mori në parajs. Jared, sigur mos mjaftonte kjo, vdiq në vitin 962.